edhe politikanët e tjerë, kandidatët e tjerë, ata që fituan dhe ata që nuk fituan kanë bërë një gabim, sepse janë qasur të qytetarët me metoda të viteve 2000 në vitin 2025. Me cilat janë këto metoda? Këto metoda me letra fletpalosje në përdor. Kjo është një formë që ti mund të bësh marketing, por mendoni ju se po t'ju ndaloj dikush në rrugë t'ju japi një fletpalosje dhe ti duke marrë atë fletpalosjen do ta ndryshosh mendimin për partinë që do votosh. Flasim drejt. Ti ja jep fletpalosjen, ai mund ta shikojë merre hedh në kosh. Nuk lexon njëri program këtu tani. I duhen gjërat sa më thjesht dhe ky është realiteti, na vjen mirë apo nuk na vjen mirë. Dhe e vetmja formë marketingu produktive që e shikoj unë është t'i vesh qytetarëve në mënyrën më të thjeshtë, me anë një telefoni. Sepse në telefon unë mund t'i shkoj dhe atit që është në qytet, dhe atit që është në fshat, dhe atit që është çoban, dhe atit që është bujk. Dhe këtë unë bëra. A ishte e mjaftueshme? Mendoj që jo. Sepse më thonë sot shumë që shiko Azmer ke marrë vota, po nuk ja dole dot. Po, nuk ja dola. Madje unë nuk e pranoj krahasimin me kandidatët e partive tradicionale, PS, SPD, se di pse.